Nuk do ta votojnë një qeveri me vetëvendosjen. Ka rënë lodhi për situatën në kuvend, dhe ju kanë kërkuar siç po thonë ata të reflektoni dhe t'ua jepni votën. Natyrisht është proces politik. Përgjigjja juaj cila ka qenë? Po, ju kam dhënë përgjigjen që në fillim të fushatës dhe kanë qëndrimin tim. Nuk do ta votojnë një qeveri me vetëvendosjen. Për shkak se nuk e tregu korrekt ndaj procesit gjykatës speciale në Hag. Presni që mund të ndryshojë diçka ky takimi që sot është me presidentin, megjithëse është për zgjedhjet lokale, por mbase do mund të flitet edhe më shumë se tash. Po shpresojmë. Zgjedhjet lokale 4 muaj kanë net në procesi. Nëse nuk ndryshon një gjë, është një njerim politik i partive politike, po edhe kryetarëve të vetë të tij. Ata do të me gjetë zgjedhje. Zgjedhja është të ta, jo të deputetët. Nuk ka nevojë të ngarkohen deputetët. Ata do të marrin qëndrimin. Për hir të Kosovës do të bëjnë edhe kompromisin, edhe partia e parë dhe të tjerët. A ju ka kërkuar juve personalisht lëvizja vetëvendosjen në ndonjë takim jo formal, kështu le të themi ta votoni Po kom pas kërkesa. Ke pas kërkesa personalisht nga ta? Po, ju kom tregu. Keni pas ndonjë ofertë personale sepse deputetë tjerë kanë thënë që kanë pas ofertime personale. Mbështetje. Kanë kërkuar si mbështetje, por nuk ka një mundësi. Kush e ka kërkuar nga ju? A ka qenë Albina Haxhiu? Keni pas disa takime, po ashtu janë ndonjë të fotografi edhe nga kapiteni. Ata janë biseda të cilat kanë pas për burgun e Dubravës. Ka qenë një ndjenjë e dëmshme e një vrasje, një masakër që ka ndodhur në majin. Po kush e kërkoi atë? Po pasi një takuar edhe me Arbendin tim në kemi bisedu për gjitha problemet, po nuk është ajo një çështje që ka dominuar aty. Domethënë nuk e meritojnë votën pikërisht për mos mbështetjen e gjykatës speciale. Aty nuk është tashimi, po aty është presidenti i vendit, është ushtria qytetare e Kosovës, aty është Kosova. Prandaj duhet ta mbrojmë. Kjo ka qenë kërkesa ime. Do thotë nuk ka kompromis nga ju. Ata që e përmbushin këtë kërkesë i mbështes. A keni diskutuar këtë me Shqipe Selimin që keni pasur një takim në një kafene, meqense edhe bashkëshorti i saj është gjendje më të ndjeshme në këtë drejtim dhe nuk mund të bisedohet. Ai nuk duhet bisedohet për këtë çështje.